Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar një ngjarje të papritur që ndodhi natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Ju e dini shumë bukur, tashmë jeni të informuar për banorët të cilët janë pjesë e këtij kasti, banorë të përzgjedhur nga produksioni. Hyrja e tyre ishte një hyrje shumë normale, por ajo që më së shumti në fakt mori vëmendjen ishte Bia Khalifa, një vajzë e faqeve OnlyFans, do me thënë faqeve për të rritur. Por çfarë ndodhi? Ne kuptojmë që Big Brother është një generator klikimesh, do me thënë gjeneron klikime, gjeneron shikueshmëri, gjeneron ndjekje, por jo deri në këtë nivel. Banorët kur kanë hyrë brenda në shtëpinë e Big Brotherit kanë nënshkruar ca rregulla dhe besoj që ato rregullat duhet respektuar dhe duhet t'ju mbahen edhe për etikën e televizionit, por edhe për etikën e tyre. Por, nëse flasim për televizionin atëherë ku kanë arritur televizionet që mund të tolerojnë një gest të tillë, nuk dua t'ja vë fajin produksionit në asnjë mënyrë sepse ndoshta është nata e parë dhe akoma nuk kanë qenë gati të përgatitur për të reaguar menjëherë ashpër kundër drejt banorëve për veprimet e tyre. Por që nuk duhet toleruar një gest i tillë, nuk duhet toleruar në asnjë mënyrë. Bia Khalifa, një nga personazhet e këtij spektaklit, natën e mbrëmshme, menjëherë pas përfundimit të spektaklit të Big Brother VIP Kosovës, vendosi që të zhvishet nudo dhe të futet në pishinë për t'u larë, do me thënë për ta shijuar pishinën. Në 100 kamera të cilat janë të pozicionuara në të gjithë shtëpinë dhe le të themi në 10% e tyre që është i pozicionuar në pjesën e verandës apo në pjesën e jashtme të shtëpisë, ishin të pozicionuara tek Bia Khalifa dhe tregonin linjat e saj të trupit, duke përfshirë edhe gjoksin ku ajo ishte e zhveshur krejtësisht. Tani ishte Alba Pollozhani e cila i doli përballë dhe e mbrojti në një farë mënyre Bian, por deri ku mund të shkon degenerimi, deri ku mund të shkon jo normaliteti që duhet thyer të gjitha rregullat që për shembull një personazhe që në këtë rast është e ngjashme si puna e Bias, lufton për të marrur vëmendje dhe thot unë po hy nudo sepse nuk më shohin kamerat. Kjo mendoj për mua, për mendimin tim është degenerim i tërë dhe nuk duhet toleruar në asnjë mënyrë në aspektin mediatik fenomene të këtilla sepse ulet vlera dhe tashi ky emision ndiqet edhe nga fëmijët. Unë mendoj që produksioni do të merr masa dhe do të këshilloj Bien që të mos bëj veprime të këtilla, nga që nuk jemi ne akoma ajo shoqëria dhe nuk jemi ne akoma i populli që i kemi marrur gjërat aq hapurazi dhe duhet në këtë formë t'i shikojmë situatat apo duhet ta pranojmë si një gjë të mirëqen. Unë mendoj që duhet kontrolluar vetja, duhet patur një lloj respekti për atë audiencën e madhe që shikon, sepse audienca përbëhet nga 6 vjeç le ta themi deri në 85 vjeç, edhe duhet ruajtur shikueshmëria, duhet ruajtur audienca dhe jo të veprohet në këtë formë që një banore të zhvishet edhe për interesat e saj të klikimeve të arrijë deri në këtë gjendje. Unë mendoj që do ketë reagime nga ana e produksionit dhe nuk do ndodhin më fenomene të këtilla.